Remitancat nga emigrantët shqiptar kanë shënuar një tjetër rekord historik në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke arritur në 250,68 milion euro, sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë. Kjo është shifra më e lartë e parë ndonjëherë për një 3 mujor të parë që prej vitit 2008, duke tejkaluar dhe nivelin e rekord të një viti më parë. Në një vështrim krahasues, 3 mujori i parë i vitit 2025 ka shënuar një rritje me 3,6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por ajo që vjet re nga të dhënat është fakti se rritja është ngadalësuar nga 13,2% që rriteshin në 3 mujorin e parë të vitit 2024 me 16% në vitin 2023. Viti 2024 ishte gjithashtu i jashtëzakonshëm në këtë drejtim, ku dërgesat totale të emigrantëve arritën afro 1 miliard euro, niveli më i lartë që nga nisja e matjeve moderne dhe më shumë se çdo vit tjetër, përfshirë edhe vitin 2008, vitin që deri vonë mbahet si referencë e flukseve më të mëdha të remitancave. Po përtej vlerës nominale, kjo rritje e remitancave vjen në një kontekst të veçantë zhvlerësimit të euros. Me kursin që ka prekur nivelet më të ulta historike ndaj lekut, vlera reale e remitancave në monedhën vendase është relativisht më e ulët për përfituesit në Shqipëri. Pra, edhe pse më shumë euro po hyn në ekonomi, fuqia blerëse e tyre është ndikuar ndjeshëm nga zhvlerësimi. Ky zhvillim krijon një paradoks me shumë remitanca në euro, por më pak ndikim real për familjet shqiptare, veçanërisht ato që mbështeten në këto dërgesa për konsum të përditshëm.